Unë politike për fat keq, kundërshtit edhe barikadimi, edhe bajraktarizmi, po na përcjellin prej themelimit të... Po prandaj nuk është ju e pritshme dhe ju normale që me pas blokada të tilla, se edhe mirë, po, tash është i mësu, që ka thënë, kur djegësh njëherë prej e qumshtit, mandej i frynë edhe kosit, edhe mundosh me i paramendu krejt situatat e mundshme, edhe të matë pa imagjinueshme, që do të mundeshin me ndodhë, edhe aty e shes sa mundësia është që ka mund me ndodhë krejt. Ditët dhe koha kur besoj kanë me lindë këta ekspertët e kushtetutës, me interpretu çdo presje, çdo shkronjë, çdo pikë të saj. Zonja Ibrahimi, komunitetet jo shumici kanë 20 deputet në kuvend. Çfarë roli mujnë me lujt ata në konstituimin e institucioneve? Nëse flasim që rëndësia atyre tash po rritet për shkak të nevojës. Po, se tashmë ka nisë disa prej deputetëve të komuniteteve ka nisë me i kushtzu votat e tyre, kemi pa këtyne ditëve të fundit ku kanë pas kërkesa për ministri, kanë pas kërkesa për krijim të komunave, si që është ajo kërkesa e deputetes Duda Balje për krijimin e komunës Boshnjake. Ka pasur disa kërkesa, madje ka pasur edhe për me marrë pozitën e zëvendës kryeministrës prej disa deputeteve nga komunitetet, por na e kemi pa prej maherët, e dim sa herë që janë votu qeverit maherët gjithmonë komunitetet, sidomos pakicat jo serbe e kanë votu qeverinë dhe janë bë pjesë e saj, kështu që ndoshta deputetet po flasë për pakicat jo serbe gjithmonë, sepse me deputetet e listës serbe deri tash nuk ka pas kërfar komunikimi prej asnjënës prej partive. Mendoj që nështë është kjo e shfrytëzojnë këtë mundësi nëse munden me kop diçka, nëse ju mendoj që prap kanë me votu qeverin gjitha komunitetet, por ndoshta po e testojnë pak se deri ku munden me mri, më stëm pazaret, po... është trasu rruga për para. Po, me këshyrë nëse munden me siguru ndonjë ministri, ose ndonjë pozit tjetër, se tash kemi edhe pozitat e zëvendës ministrave që munden shumë me u tregtu edhe kësisoj. Por problemi vetëm i lëvizjes vetëvendosje besoj janë votat e partive shqiptare, sepse për komunitetet mendoj që nuk ka me qenë as pak problem.